Leona, të përshëndes, çfarë detaje është e reja në sjell? Të përshëndes edhe unë, po në fakt një i ri 24 vjeç identifikuar si Franci Veizaj ra në pranga nga sektori antidrogës pas një hetimi relativisht të gjatë dhe u zbulua se përmes shërbimeve postare ai trafikonte lëndë narkotike dhe e merrte atë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Teksa e gjithë ngjarja është dokumentuar me prova ligjore, policia ka dyshime se kjo skemë është përdorur edhe më herët nga Franci Veizaj, i cili edhe ra në pranga, ndërkohë që ky i fundit rezulton të jetë edhe me precedent të mëparshëm penal, pasi në 2022 është arrestuar po për lëndë narkotike. Nga ana tjetër, trafikimi i lëndëve narkotike përmes shërbimeve postare në fakt është një rrugë e re që kanë zgjedhur trafikantët apo spaqatorët që ta kalojnë lëndë narkotike. Në 2 vitet e fundit, ky është rasti i 8 që kapet në flagrancë nga sektori antidrogës pranë drejtorisë vendore të policisë së Tiranës, ku më herët kemi raportuar edhe për lëndë narkotike të ardhur me post nga Kanadaja apo Tajlanda. Policia ka kapur 3.6 kg kanabis, në fakt ajo ka qenë me përqindje të lartë THC-je. Kjo e fundit jep një efekt të barabartë me atë që jep kokaina dhe në fakt shitet me një çmim të lartë, ku 3 gram shitet për rreth 100 euro, ndërkohë që lënda narkotike sekuestruar nga ana e policisë në operacionin e sotëm, nëse do të dilte në treg do të kapte shifrat dhe vlerën e rreth 50.000 eurove. Policia thotë se do të vijojë hetime dhe zbardhjen e telefonit, domethënë zbërthimin e telefonit për të parë dhe për të verifikuar dhe për të identifikuar persona të tjerë që janë të përfshirë në këtë skemë të trafikimit të lëndëve narkotike përmes shërbimeve postare.